krijuar në kuadër të projektit të SIAS dhe ushtron veprimtarinë e saj në kujdesin e fetit me objekt asistimin tek fermerët dhe agrobiznesin në informacione shkencore, pa detyrime financiare, do vit të rritjes, mbrojtjes, produkte bujqësore, deklarare dhe nëpërmjet dhe familjeve të gjithë secilit. Në mbylljen e vitit që po analizojmë janë si kundër edhe APA ka një sër rezultatesh. Para, numri anëtarëve për vitin që ne po mbyllim të dashur, arritën në 22.000 veta. U publikuan 38 artikull në platformë, 12 numra në gazetë sociale, ne shohim edhe shqiptarishmëri. Ka një interes shumë të madh nga fermerët. U realizuan 67 demonstrime u realizuan 2 marrëveshje të reja, bashkëpunimin me Bashkinë e Rostovecit dhe me Agrodek të Kosovës. Të gjitha ato janë arritur fal dëmendjes dhe kontribut të përbashkët në stafin e fetit, në shtetet investit dhe angazhimit me plot përkushtim dhe me ndjenjë të lartë përgjegjësie të ekipit të opinionistëve, ndër të cilët meritojnë vëmendje, meritojnë respektin, meritojnë edhe milionin e ekipeve të rëndësishëm. Drejtimet kryesore e këtij ekipi ishin promovimi i platformës digjitale në komunitet përfshirë dhe aktorët e zinxhirit të vlerës. Kjo është një detyrë shumë e rëndësishme sepse përveç ekipit që ne jemi 8 shokë, shtrihet zinxhiri poshtë në bazë me fermer apo me agrobiznesin, është një metodë që neve në ka dhënë frute. Identifikimi i nevojave zonale të anëtarëve fermerët, prodhuesve, këto shokët tanë që po në marrë informacion për shqetësimet që kanë dhe këto i kthejnë në metodën e punës tonë. Organizimi demonstrime praktike në terren me tema të ndryshme, marketingi digital nëpërmjet postimeve dhe rrjeteve sociale, u realizuan në terren 9 organizime me vlera të çmuara për temat prodhimi cilësor në mbetjeve në perimet në serë, kultivimit në sera, benefitet tek vlerat ushqimore me përdorimi i graspe ekologjike. Kjo është një metodë e re që përdoret të dashur shumë, që përdoret gjithë bota, dhe po heqim dorë tani nga përdorimi i mjeteve për të sulmuar insekticide apo smundje të ndryshme popullore. Ka metoda të ndryshme tani që ne shërbejmë edhe për të ruajtur shëndetin e popullsisë. Bujqësia biologjike është tjetër demonstrim shumë interesant. Trajtimi i fokusuar në faktorët natyror të terrenit dhe përdorimet e inputeve stimuluese, por edhe mbrojtëse. Profesor doktor Berisuk dhe një temë shumë interesante që u zhvillu komplet me forcat tona, përveç seminarit të madh që u zhvillu në Rushën tjetër ishte me dishmitar, standard shumë i lartë, po edhe ky seminar që u zhvilluar në Minës me specialistë të nderuar nga gjitha Republika, bashkë me Eldin të nderuarin dhe Kreshnikun, 2 djemë që na drejtojnë edhe, djemë shumë të mrekullueshëm. Ishte një seminar në verë të akoma që u ndojsh me interes nga fermerët, nga shumë bizneset për të. Teknologjia inovatore për të energjisë diellore në sistemin e ujitjes dhe të shpërndajjes edhe ky ishte një demonstrim i shkëlqyer në Shkodër nga vali. Këto detyra janë natyrisht janë koordinuar me përgjegjësit dhe oficerët e kujtimeve poshtë në terren. Për vitin e vijim mendojmë të bëjmë kujdes janë 3 detyrime kryesore përveç detyrave që do nga ky event shumë i rëndësishëm. Ne kemi fokusuar 3 detyrime që mendojmë se janë thelbësore për të ardhmen. E para është që ne duhet shtojmë numrin e fermerëve kur bëjmë demonstrime, është një nga pikat më të rëndësishme që duhet ta popularizojmë më shumë. Problemi i dytë është shumë i rëndësishëm. Prisni për në bashkëpunim. Ne kemi shtruar me kohë, edhe ku ishte zoti Behar në fillim që na kërkoi për të bashkuar në këtë platformë interesante. Ky ishte kërkesa themelore. Fryma e bashkëpunimit do të shtrihet deri me specialistët poshtë në bazë dhe me autoritetet e terrenit. Ishte një shembull shumë i bukur që organizoi Flamuri me Ladin dhe me Sotiraqen nga Rostovec. Atje morën pjesë specialistë, fermerë, drejtues të Rostovecit në një seminar dhe demonstrim i shkëlqyer. Në këtë event i falenderoj shokët e mi për punën e këteshme në gjithë janë përgjithësia që bëjnë. Dhe e treta detyrë shumë e rëndësishme që është trend botror, është trend global. Të zhvillojmë sa më shumë tema që i përkasin sistemit të bujqësisë ekologjike, biologjike që themi ne. Por edhe kjo është një drejtim shumë i rëndësishëm që ka ndërmarrë ekipi EOPS, AVA, pra ekipi
opinioniste. Unë këto gjëra kishe për trajtuar bashkë me këtë rëndësishëm. Unë uroj të keni suksese sot këtu, po të keni suksese njëkohësisht ka më shumë si të keni suksese kur të morëm detyrat e këtij eventi. Faleminderit që më dëgjoni.